Për shqiptarët e diasporës, unë kam shumë pacienta diasporë. Shumë as pare t'i faleminderoj që vinë të une me një kod gjatë, është fjallë. Pacientë na e kam databazën ose bazën e danave prej 2002-ës. Edhe kemi me rengena, me shërbime, me këtë trujtme. Që e di që kam shumë edhe janë shumë të mirë, ju faleminderoj, edhe gjithmonë do jemi aty për ta. E për tjerë që s'janë, atëherë le të vinë, ta shohim, e bëjmë një kontroll falas. Kontroll falas? Po, kontroll falas, ja bëjmë herën e parë, edhe do ja bëjmë një plan si ty, Altim. Pastaj a vjen, as vjen, është edhe problemi juj. Edhe ky është një gjest që jo çdo kush ta bën. Mos harroni shqiptarët e diasporës, e keni gjithë nga një kontroll të gojës falas në ADC. Diamant, numri i telefonit për këtë që tha Doki, për gjithë shqiptarët e diasporës, shkoni në ADC Kosova. Mund ta klikoni edhe në Instagram ADC Kosova, edhe në Facebook Advanced Dental Center, dhe keni kontrollën falas për ta marrë tek ADC-ja. Pastaj si të vendosni vetë. Doki ka drejt m'ju tregu se çfarë probleme keni, e pastaj Po bëhet plani. Po, plani bëhet, pastaj ju vendosni se ku e qysh e tek. Por më mirë se në ADC harrojeni. Harrojeni që keni mirë ku tjetër më mirë se ADC. Tjetër, nga jeta e jote e udhëtimeve, për shembull, çfarë të ka bërë më shumë, cili shtet përveç Maledive si ishte bukur, cili ka qenë vendi që të ka pëlqyer më tepër?